Në qytetin e Korçës, fushata elektorale për zgjedhjet vendore të 11 majit po zhvillohet në një atmosferë të qetë vizuale, larg flamujve dhe banderoleve që dikur dominonin hapësirat publike. Partitë politike kanë zgjedhur një fushatë më të përmbajtur, duke vendosur të mos ekspozojnë simbolet e tyre në rrugët kryesore. Në vend të propagandës vizuale, partitë kanë përqendruar aktivitetin e tyre në zyrat elektorale. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mbeten forcat me numrin më të madh të zyrave të hapura në territorin e bashkisë, të ndjekura nga Partia Socialdemokrate dhe disa koalicione të tjera politike. Zyrat elektorale janë vendosur në zona periferike dhe qëndrojnë larg qendrave të votimit në përputhje me rregullat ligjor për distancat gjatë fushatës. Korçarët do të shprehin vullnetin e tyre në kutitë e votimit me 11 maj, ndërsa fushata po zhvillohet në një klim të qetë dhe pa element tradicional të propagandës vizuale.